Në atë kohë, kooperativistët krynin deri në 25 ditë zborin. Dhe pagesën e zborit ja bënde kooperativa, jo shteti. Bile ishin mira kooperativistë që kur bëni zbor, nuk shkoni kooperativ. Pra mund të ishte periudhë piku, mund të ishte koha e mbjelljes grujtë, kohës grujta, misit e tjerë. Pra e dëmtonin dhe ekonomikisht, po dhe financiarisht kooperativën. Pra nga këto zbore, humbte kooperativa, nuk fiton gjë. Tjetër, kur binin tërmetet apo përmbytjet, kooperativat ishin detyruar të çonin qindra punëtorë specializuar për rindërtimin e shtëpive apo digave të tjera. Bile, ato ishin detyruar që të çonin dhe një sasi të madhe materiale shëndetimi. Po të gjitha ato ishin humbje. Ata punëtorë që punonin i pagonte kooperativa. Edhe materiale ndërtimit ishin pjesë e shpenzimeve të kooperativës. Pra këto influenconin në mungesën e të rritjes të ardhurat ndash mujore, ndash vjetore të kooperativave. Pra këto nuk llogariten sot. Sepse vërtet, më fal, si nuk llogariten? Pse nuk llogariten pra? Pse nuk i llogarit? Nuk llogariten, ore. Unë e thash, unë dyshoj, po me këto fakte them që nuk është fare dyshimi, po është fakt. Ore këta kanë vendosur që pensionistët të vdesin. Të vdesin. Tiki nga kjo botë. Si e kanë vendosur? Po e përcakton konventa e OKB-s për genocidin. Që është përgjegjësimi i kushtit të jetesës, aq sa të rrezikoj jetën. E pra, me 200 euro, a jeton dot? A mjekohesh dot? Jo. Kjo tregon që heshtja atyre, mbyllja gojës, edhe injonimi i këtyre fatkeqësive e mjerimit të pensionistëve tregon se këta kanë vendosur që këta njerëz të çojnë para kohën të vdesin. Po pse shkoni votoni atëherë? Pse shkoni votoni atëherë? Ore, më fal, nuk diskutojmë atë votë. Ajo vota ka problem tjetër dhe ajo vota. E kam thënë dhe herë tjetër. Edhe peshku më i zgjuar, i uritur, do bjerin në grep. Po si më, po të burgosërit nuk kanë votuar 100% për këtë qeveri. A votuar? Ishin të kënaqur ata me burgun. A ishin të kënaqur? Kështu pra. Po mirë, pse nuk është kjo logjika? Pse nuk i vijoni protesta, duke qenë se në disa protesta që ju zhvilluat vitin e kaluar pati lloj lëvizje nga ana e kryeministrit Rama. U shqetësua disi? Djo, më vjen shumë keq. Protestat e bën punën e vet, po politika nuk e bëri punën e vet. Këto mos e them që nga politika, pasën nuk ju sjell gjë politika. Ideja është që ju shkoni para kryeministrisë. Po mirë. Po politika për çfarë na doneve? Vetëm për vota? Për pushtet? Për çfarë do politika? Për vota. Pse thonë ne i shërbejmë popullit? Pse thonë? Statistik. Po pra për statistik. Prandaj këto që po them unë sot, edhe që kam thënë vazhdimisht, ato duhet i bënte pronë politika, të gjithë forcat politike, opozitare. Jo të ndarë, PS-ja, PD-ja, PD-ja, Mundësia, Lëvizja Bashkë, etj. Jo të ndarë. Pavarësisht se thonë ta, këta janë të majtë, ne jemi të djathë, nuk fuqemi ideologjikisht. Qatë majtë e djathë këti më. Ku kanë Shqipërit majtë e djathë. Të tërë janë prallë me mretë. Të tërë duan pushtetin, të tërë i duan pensionistët. Tallen me ta, i shfrytëzojnë për ta. Shfrytëzojnë me mjerimin e tyre, vetëm për të marrë vota, që kur t'ju pushtet, unë do bëj namin. Për problemet e pensionistëve që janë rrjedhoj e problemet që ka e gjithë populli shqiptar, duhet bashkohen të gjithë partitë opozitare. Në qoftë se kam për qëllim që t'i shërbej popullit. Jo të ndarë. Unë nuk bashkëpunoj me filanin, se ai nuk puqet me mua ideologjikisht. Po puqet me popullin, more. More zoti pushtetar, more zoti politikan, anti-shqiptar. Nuk bashkohen njerëzit, nuk i bashkohen njerëzit as antikomunizmi, as komunizmi. As fet, as karinizmi, as shoqërit. I bashkon halli popullit. Edhe sot, pensionistët që janë 537 që vuajnë në mjerim, duhet i bashkojnë gjithë forca politike. Ato forca politike që nuk pranojnë të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, ato janë anti-shqiptare. Pra ju po thoni se nuk janë përpe. Pra ju po thoni se ju jeni të braktisur totalisht nga forcat politike. Kemi qenë dhe jemi të braktisur. Sepse forca politike duhet i trajtojë problemet në shkallë më të thellë.
Kur thuhet që skema pensione ka dështuar, kjo nuk është punë e ekspertëve. Çka kanë thënë ekspertët deri sot nëpër televizione? Çfarë thonë? Ata shikojnë, qeveria ka këtë ligj, qeveria ka këtë VKM, ka që janë pare, ka që asgjë nuk thonë nga ato që po them unë. Ata s'flasin se si mund i shërben. Mund të thonë rreth të shkëputur, po jo në themel. Pse ka dështuar, pse u hartua ajo skemë atëherë anti-shqiptare, në kundërshtim me realitetin shqiptar, dhe pse tash vazhdohet që nuk diskutohet, nuk debatohet. Po mirë, qeveria thot, unë do bëj reformë. Po mirë, si mund të bëj reformë këta politikanë që i kanë vënë kazë në Shqipërisë? Po këta e kanë hartuar atë reformë. Këta politikanë, Sali Berisha me Edi Rama. Po ka bërë reforma. Si mund të besoj unë këtyre? Më fal, si mund të besohet këtyre? Si mund të besohet ujkut të japin drejt qingjit që e ka shkyer, e ka ngrënë? Ore ka bërë reforma, ju ka dhënë bonuset. Jo. Bonuset janë si kocka që jene. Atë qunë reforme Edi Rama. Po të lutem shumë. Unë po them reforma është kjo që thash unë. Kontributi i pensionistëve nuk është ky që thon këta. Ai 2000 lekë që ka marrë robën dhe mbi bazën e tij është caktuar kontributi dhe me atë kontribut, quhet kontribut. Nuk është ai kontributi në Shqipëri. Ai mund të jetë në të gjithë botën. Por në Shqipëri ka ndodhur si në asnjë vend të botës. Në asnjë vend të botës nuk ka qenë e gjithë ekonomia, të gjithë me rrogë shteti dhe u ndrua sistemi se në botë ka qenë privat, më shumë ka qenë privat dhe janë privat. Pra ndryshe është neve. Duheshin trajtuar problemin ndryshe. Nuk është trajtuar ndryshe, po Zë Dyshniku, pa atëherë pse nuk shkoni te zyra e kryeministit Edi Rama që të protestoni poshtë kryeministrisë aty çdo ditë duke kërkuar të drejtat tuaja një për një? Shiko, po mire, këta pensionistë 5-600 që kemi protestuar 8 herë rreshtë. Pse duhet vëmë në 8 herë rreshtë të protestojmë? Pse u dashka pensionistit protestoj? Çfarë bëjnë forcat politike? Çfarë bën avokati i popullit? Çfarë bën KDSH-ja? Çfarë bën organizata qindra, organizata jo qeveritare? Ore, lutem shumë, ana monitoron Shqipërinë Bashkimi Evropian. Po si mund të thotë Bashkimi Evropian që Edi Rama ka punuar shkëlqyshëm? Po lere Bashkimin Evropian, po them ju konkretisht çfarë do bëni? Ore, jare, ne i bëjmë të tonat. Po se ka bërë punë për forcat politike. Forcat politike nuk i kanë bërë. Po mos prisni gjë nga forcat politike, pra. Si? Mos prisni gjë nga forcat politike. Ore, ne jemi shqiptar. Në qoftë se ne nuk do presim nga forcat politike, atëherë forcat politike le të shkrihen. Për ka janë krijuar ato? Ku i shërbejnë ato? Deputetët e kanë pensioni gati në 3 milion lekë, nuk ju interesojnë se sa e merrni ju pension. Nuk po flas për ata. Ata s'kan logjik, ata s'kan dhimbshuri. Për mua, që nga Sali Berisha e deri te Edi Rama, ata kanë instaluar në Shqipëri regjim kriminal anti-shqiptar. Unë nuk prezgjen nga ata. Unë po flas për partitë opozitare që mburren se neve jemi në shërbim popullit, ne do rrëzojmë diktaturën e Edi Ramës. Po si të rrëzosh diktaturën e Edi Ramës si kur ti e përkëdhel? Atë thjesht me protesta. Partitë politike duhet të kenë ide, duhet të kenë alternativa. Por duhet i bëjnë dhe analizë të shkuarës, se ajo është shkuar në ka quar në këtë drejtje. Asi nuk flet, më pse ka dështuar skema e pensionit. Asi në mënyrë absolute nuk e përmend. Pse është pensioni 200 euro? Po thot, kaq kontribut ke bërti. Pra edhe forcat politike puqen me qeverinë. Këto që po them unë, këto argumente që po jem arsyotim që po bëj unë, analizë që po bëj unë, se kanë bërë forcat politike. Atë pse se bëjnë, atë e din ato. Po për mua, kjo është një dallëzi, është një hipokrizi. Është faji tyre, është përgjegjësia tyre. Dhe për këtë unë po i vë të gjitha me shpata për muri. Edhe jam kundra zhvillimit të protestave, përdorimit të pensionistëve si kur shau. Jo, pensionistët e ngritën problemin, e ngritën shqetësimin, e mori vesh shoqëria shqiptare
se si është gjendja. Atëherë klasa politike, edhe të gjithë organizatat e ndryshme që janë këtu përfshirë avokatët e popullit, duhet ta marrin këtë parasysh. Edhe këto organizimet që bëjnë gjithë huaj këtu, po flasë për përfshirë organ. Ti i thot, ti ke suksese më thonë. Si mund të ignorosh ti këto hallet se vujtet e këtyre e pensionistët, ky thot, unë s'kam, thot, është populluar vendi. Po është kam më turp si mund ta pranoj Bashkimi Evropian, ju këtë si justifikim? Po ti ke shpopulluar më vendin. Ti shkatërrove ekonominë, pasuritë kombëtare i volle. Ku do punoni njerëzit? E thash dhe rrallën e kaluar. Mirë që u shkatërrua, se kapën të si problem. Po mirë këta njerëz, këta shqiptar, ku do punoni ta? Ora unë shtroj pyetjen më thellë akoma. Pse ja u drejtoj Bashkimit Evropian, Bankës Botërore, FMS, ore, pse e rrëzuat juve diktaturën komuniste? Për çfarë e rrëzuat? Për dy akuza. Për luftën e klasave dhe tallonin ushqimor. Të lutem shumë, a nuk ekziston bile më egërsisht edhe sot, mas 35 vjetësh të rrëzimit të kësaj diktature, prap lufta e klasave dhe talloni ushqimor? Atëre, si mund të flisni juve që Edi Rama pas ka punuar shkëlqyshëm? Si mund të mbyllni syt juve para krimeve që kanë bërë këta të dy? Edhe shqiptarët vuajnë për bukë gojës, pra shpopullimin e ka bërë këta. Edhe duhet ta paguajnë këta krimin që kanë bërë, jo pensionistët. S'kemi lek të paguajnë pensionet. Ti ke lek, po ti ke shpërdoruar. Ti ke tallur me nderin me lekët tona. Ti breth me avion personal, me charter në të gjithë botën. Kush je ti?